Punë mbar. Ja më pa që mi qërë dhe herë. Ku ndodhemi këtu ne? Ne jemi në Qarret Vjetër këtu. Te pasaj një sipërfaqe të madhe me shekë. Po, kam një sipërfaqe për rreth 8 dëlyrësh. 8 dëlyrë. Varietetit izraelit. Varietet izraelit. Kështu është e pastër, Që është shumë e pastër, perimet bazëm se le kanë dhënë vetëm organike. vetëm organik. Bari nga si që shikojnë që shkorrur e gjitha me korse bari, nuk është përdor asnjë lloj solucioni, përveç organik. Bravo. Është e pastër. Mu mi sistojti një çun dhe më thoshte që duhet patjetër se ky prodhim, ja pak pozitiv, ky do niset, ai kërkon për Sloveni. Unë jam i bindur le t'i bëj analizë dhe kut këtë qefin e vet, edhe unë jam i bindur që nuk ka asnjë lloj gjë. Ti këtu punon si familje. Po, patjetër. Kjo është i thirrje për gjithë tregtarët, se më kanë marrë disa tregtarë, jo vetëm këto që do ikin në Sloveni, por edhe të tjerët, edhe tregu i brendshëm. Kjo është shegë pastër, le të vinë këtu në Qarret nga rruga kryesore nuk është as 300 metra. Dash ta vjeli vetë, dash ta vjeli afrimi këtu. Si ta dun, jo, si ta dun. Do ta Dhe zgjedhim vetë, do ta zgjedhim. edhe herë insistoj që prodhimet shqiptare janë më të pastra. Kjo është thirrje për të gjithë tregtarët, sidomos edhe për eksport. Unë ty do duroj një sezon marrë dhe ushtofshin sa më shumë si puna jote. Edhe djali që po na filmon, profesorit ju urojmë gjithë mirat atje. Shumë faleminderit dhe ju paqim. Edhe bashkë sa më shumë këtu reklamime të ballave ti kemi.